Vijojnë dëmtimet në segmentin rrugor Fusharës Gjegjan Mirdit. Në kufirin ndarës në mesin e Pukës dhe Mirditës, traseja e rrugës ka shkar në masën 50% të saj, ndërsa tashmë qarkullimi bëhet vetëm në njërin sens. Shembjet masive të trasesë së rrugës nuk janë mjaftuar vetëm në këtë pikë, pasi ka dhe zona të tjera jo shumë largë shembjes masive të trupit të rrugës, të cilët kanë pësuar dëmtime masive. Në shumë pjesë të rrugës, sapo sfutesh në zonën e Pukës, dëmtimet shpesh janë edhe të padukshme, çfarë shton edhe më shumë rrezikun. Shembjet poshtë trasesë së rrugës kanë bërë në jo pak raste që si trase e rrugës të mbetet vetëm shtresa e asfaltit, e cila nuk ka asnjë bazament poshtë të tij, çfarë me të hipur në të mund të shkaktojë përmbysjen e menjëhershme të mjeteve. E teksa sot një kamera e Puka Televizion bëri një vëzhgim në pjesët e dëmtuara së fundmi të kësaj rruge për gjatë të gjithë gjatësisë së saj, nga Hadroj deri në Qaf Ben, ishte e pamundur që këtë të hënë të shikohej qoftë edhe një punonjës që kujdeset për mirëmbajtjen e këtij aksi, i mbetur në mëshirë të fatit nën pagëzimin fatkeq rruga e vdekjes.